Ka në ardha 70.000 se një pjesë e tyre u zhdukën ndika dhe se jepi asë një përgjigje se ka shkuna, që ka ndodhi me ato. Për mu është problematika më e madhe është se si është menaxhu procesi i votave me post, po edhe atyre në ambasadë qysh në zgjedhjet e shkurtit. Për mu ka qenë pak edhe absurd, pasi që ishte televizja vendosi ajo që sulmej më së shumti procesin e shtypjes së fletvotime nga vetë votuesit e diaspor si metodë për manipulim, dërsa tash po e kërkon me rikthy. Do thot nuk ka sens aty, nëse ka qenë keq në shkurt, pse tash është mirë. Do thot jo, këtu janë tjera afate, veç ideja është e afate. Duhet më siguru dhe më garantu siguria e procesit. Nëse komprometohet siguria e procesit, atëherë nuk i proces përfaqësues, nuk i proces demokratik. Mendoj që në anën tjetër këtu s'ka ndodhur deri tash spaku, s'ka ndodhur asnjëherë që është mohu drejta e votimi dikuj në Kosovë, as zbesoj që është debati tash për atë punë. Për fatkeq diaspora po bët subjekt i sulmeve, qoftë nga subjektet politike, qoftë nga individ shumë të opinionit publik, po vazhdojnë dhe më tutje për fatkeq, pasi që partitë politike në momentin e shpalljes së datës së zgjedhjeve u tërheqën pastaj edhe po e lypin në votën secila prej tyre. Është fakt që nëse bazohemi në zgjedhjet e shkurtit, me siguri potenciali më të madh të votave ka lëvizje vendosje në krahasim me parti tjera. Mbetet të shihet sa do të përsëritet kjo. Unë mendoj që ajo që vlen është që shteti i Kosovës po e mundson dy procedura të ndryshme për të votuar jashtë vendit. Do të thotë ato fol për njerëz që janë rezident në vende tjera, jo këtu. Do thotë, këta njerëz i kanë dy opsione, e kanë opsionin e votimit me post, edhe kanë opcionin e votimit në ambasadë ose në konsulat. Gjë e cila nuk ka ekzistuar deri para 9 muajve. Do të thotë, ky është një avancim shumë i rëndësishëm i procesit tonë elektoral, i cili nuk ka ekzistuar në të kaluarën. Do thotë, ne po ja ofrojmë mundësinë diasporës tonë të votojë. Në këtë rast është pati mirë. Kufizume është në misionin diplomatik. Mundësi shumë e kufizume është në misionin diplomatik. Po ju ofrohet mundësi, po shumë e kufizume. Janë instrumente për shumë nga gjys milioni, po i thu 10.000 që ju keni mundësi, po ju tjertë fatkeqësisht është e mundshme. Nëse bazohemi në përvojën e prapë zgjedhjeve të shkurtit, e pam që në shumë ambasada ka pasur shumë. Në një vend votim, më pak se 1.000 njerëz mundin me votu. Mirë, Besnik t'jep fjallën Anitës. Sa vend votime janë në krejt diasporës që Besnik t'lutna, t'ja jep fjallën Anitës. E tha... Prandaj s'mujnë me konstatu që i është dho mundësia diasporës me votu, për ka kufizim, ta dëgjojmë burno, Anitë. E përmendi durime e citoj dhe ricitoj të drejtën e votës, se cili qytetare ka të garantume me legjë mrena edhe jashtë. Mrena edhe jashtë. E ka të garant, e ricitove, Eri përsëritë, disa herë për shkak të rëndësisë që ka, mu menoj që këto gjithë pajtohemi që është, pajtohemi gjithë këto që është shumë e rëndësishme, që mës me u cenu vota e se cilit, jo vetëm diasporës, po e se cilit qytetar mrena dhe jashtë Kosovës. Ideja është qysh po votohet, se nuk mujna me shkel disa akte nën ligjore, ose ligjin për zgjedhjet, ose akte nën ligjore që rrjedhin prej saj, të u thirë në diasporë, të u thirë në mërgat, në të drejtën e tyre për të votuar, po të u shkel rrjedhimisht një akt ligjor ose ligjin e zgjedhjeve. Sepse kjo nuk po na jep neve hapësirë tjetër, përveç është parim, po dhe parimi i ka rregullat, se na nuk jena anarki.